Kosova ende nuk po arrin të formojë institucione të reja pas zgjedhjeve të nënshkurtit, ndërsa kërkohet formimi urgjent i tyre, kjo për shkak se Serbia e Vučićit mund të shfrytëzojë këtë situatë në dialog. Presidenti serb Aleksandar Vučić vazhdon të jetë PKD-lor i BE-s, duke toleruar pjesëmarrjen e tij në Moskë në paradën e ditës së fitores kundër fashizmit dhe duke ftuar në samitin e Tiranës për krah figurave të rëndësishme politike të botës evropiane. Gjersa Vučić, Serbia nuk u ndëshkuan për pjesëmarrje në paradën e Moskës, Kosova vazhdon të jetë nën masa ndëshkuese që nga viti 2023. Masat ndaj Kosovës ishin vendosur në qershor të vitit 2023 si përgjigje ndaj përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të Kosovës, ku kryetarët e rinj nisën punën e tyre në komunat në veri pas zgjedhjeve që bojkotuan nga serbët lokal. Ndër masat e BE-s është edhe suspendimi i përkohshëm i punës së trupave të marrëveshjes së stabilizim asociimit. Kosova nuk merr ftesa, po ashtu në ngjarjet e nivelit të lartë dhe vizitat bilaterale janë suspenduar, përveç atyre që fokusohen në adresimin e krizës në veri të Kosovës, në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-a. Masat e tjera janë edhe suspendimi i programeve të fondeve për Kosovën në kuadër të IPA 2024. Heqja e masave ndëshkuese ishte kërkuar vazhdimisht nga krerët e lartë të shtetit, ndërsa gjatë vizitës në Kosovë, shefja e diplomacisë së BE-s, Kaja Kallas, ka thënë se si shenjë angazhimit të BE-s mund të njoftojë se BE-a ka filluar të heqë gradualisht masat e vendosura në qershor 2023 ndaj Kosovës. Megjithatë, ajo nuk ka treguar se cilat masa konkretisht kanë filluar të hiqen gradualisht. Vazhdimi hap derën për mundësi më të mëdha për zhvillimin e Kosovës dhe gjithashtu për lidhje më të ngushtë me Europën, por kjo është kushtëzuar nga deeskalimi i qëndrueshëm në veri. Mbyllja strukturave të mbështetura nga Serbia në veri minon përpjekjet për deeskalim, shpreh Kallas. Publicisti serb Zlatoje Martinov thotë se situata në botë ka ndryshuar. Sipas tij, në shenjë proteste për shkuarje në Moskë, BE refuzoi të jepte Serbisë këstin e parë prej 100 milion eurosh në grante në kuadër të projektit prej 6 miliardësh për vendet e Ballkanit. Pasi Trump erdhi në pushtet, BE-a është në një situatë merrsisht të ndërlikuar, po bëhet gjithnjë e më e qartë se Amerika e Trumpit ka pushuar si qenë një aleat serioz dhe i besueshëm. Kështu BE-a është e ekspozuar ndaj një rreziku sektar. Së dyti, brenda radhëve të saj ka një shtet oriental qartësisht anti-europian, autoritar dhe plotësisht pro-rus, Hungarin e Orbanit dhe Slovakin e Ficit. Serbia, si kandidate për antarësim prej 10 vitesh tashmë, është pala e tretë për ta me largimin demonstrativ të Vučićit në Moskë. Në shenjë proteste, BE-a refuzoi të jepte Serbisë këstin e parë prej 100 milion eurosh në grante në kuadër të projektit prej 100 miliardësh për vendet e Ballkanit Perëndimor. Dhe ky përveç paralajmërimit verbal, është i gjithë mekanizmi që BE-a mund të përdorë, deklaron Martinov. Ai thotë fleksibiliteti i dukshëm i BE-s ndaj Serbisë është për shkak se Ballkani Perëndimor është si një fuqi baruti që mund të shpërthejë. Nga ana tjetër, fleksibiliteti i saj i dukshëm ndaj Serbisë buron nga ankthi i vjetër se Vučić mund t'i kthejë shpinën plotësisht dhe përfundimisht të Rusisë së Putinit, dhe pastaj pa mundësinë e presionit verbal dhe financiar mbi të, Ballkani Perëndimor si barku i vërtet i Europës mund të shndërrohet me luftën tashmë 3 vjeçare në Ukrainë në një fuqi baruti të re që kërcënon të shpërthejë, sepse jo vetëm Serbia, me mbështetjen e Hungarisë në një mënyrë ose në një tjetër, por edhe Rusia e Putinit do të ishte në gjendje të lëvizte rreth asaj fuqie pa pengesa, thekson publicisti. Kosova mund të kërcënohet seriozisht me një zhvillim i tillë, thot Martinov, gjersa kërkon që faktorët politik në Kosovë të kapërcejnë interesat partijake, ideologjike dhe të nashtrohen interesave të përgjithshme shtetërore. Jo vetëm Bosnia dhe Hercegovina, por edhe Kosova mund të kërcënohen seriozisht me një zhvillim i tillë. Si përmbledhje, situata gjeopolitike në botë sot është jashtëzakonisht komplekse, sepse rendi më parashëmbulltor është shkatruar përfundimisht dhe në mënyrë të pakthyeshme, fatkeqësisht që në 20 janari. Kjo është arsyeja pse të gjithë faktorët politik në Kosovë duhet të kapërcejnë interesat e tyre partijak dhe ideologjik dhe t'ja nashtrojnë ato interesat të përgjithshme shtetërore, përfundon Martinov.